po me qenë se po shkojmë drejt zgjedhjeve, si shihni fatin e AK-s ju? Nuk mund të prejudikoj. Unë besoj që vlerat e Ramushit janë shumë më të mëdha se sa vlerat momentale të një grupacioni politik. Pra ai besoj që të vlen më shumë se sa një parti e vogël politike, më shumë se sa votat që ka. Shohim është Albin Kurti? Një lider, i cili është aktualisht në pushtet, i cili ka një uri shumë, është i majt me bindje, është i majt me veprime, dhe kjo jo domosdoshmërisht është negative, por një diçka që unë konsideroj të kjo është se është i vetmuar. I vetmuar? Është i vetmuar në kuptimin e mendimeve politike dhe veprimeve të cilat duhet të merren, nuk ka njerëz rreth vetes të cilët do të mund ta le të themi të jepnin mendimin e qartë se çka mendojnë dhe cilat janë orientimet zhvillimore. Dhe po besoj që duhet të kontribuoj si lider, si parti më e madhe në unifikim të vendit, jo në përçarje të vendit. Si po e shihni këtë situatën aktuale që sërish po shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme? Unë besoj që ka qenë një ditë e keqe, ajo ditë kur u mor vendimi për të shkuar në zgjedhje. Sepse nuk e kemi luksin dhe komoditetin e testimit të kufive të shtetit tonë. Pra jemi duke testuar limitet e ekzistencës së shtetit. Është bindje tërësisht profesionale, po mendoj personale, dhe këtu ky e ka përgjegjësinë kryesore. Pra përgjegjësia faji sipas përgjegjësinë kryesore e ka partia më e madhe gjithmonë, por nuk janë pa faj edhe parti tjera. Do thotë edhe këtu. Sa do të ndikojë kjo negativisht edhe në aspektin ekonomik? Por edhe në arritjen ndërkombëtare. Aspekti ekonomik është me ngarkesë jashtëzakonisht madhe. Ne jemi duke cenuar zhvillimin e këtyre ndërmarrjeve të cilat i kemi dhe të cilat janë duke punësuar njerëz. Prandaj po e them edhe një herë, është një përgjegjësi publike e tërë lidershipit politik t'i kthehen tavolinës, t'i kthehen tolerimeve të cilat janë në nivele politike për të ardhur të një zgjedhje e cila do të ishte më e mirë. A besoni që dhe pas këtyre zgjedhjeve do të ketë zgjidhje? Unë frikohem që me këtë polarizim i cili është bërë, prapë do të sillemi në një rreth vicioz, i cili nuk do të na jap zgjidhje afatgjate. Shohim edhe foton e fundit për sonte. Është Vjosa Osmani? Ju thonë të drejtën, është person kontrovers pak. Kontrovers, po? Sepse kemi luhatje shumë të bindjeve të saj nga momentet të caktuara sipas disponimeve të momentit, dhe kjo nuk i bën mirë ekonomisë, as ndërtimit profesional të dikujt, as politik të dikujt. Vjosa është grua e dishme, grua që ka pas respektim, por që realisht momentet caktuame ka pas luhatje të cilat jo gjithmonë të japin pozicionin më të mirë, sepse kalimi nga një pozicion në pozicion tjetër. A do të ketë një bashkim të së djathtas me Vjosa Osmanin? Nuk e di, nuk kam informacion për të thënë që do të ndodhë, por unë po besoj që do duhet ishte një bashkim për shtetin, jo për ndonjë politik, gjithë fakt akterëve politik që t'ja japin rrugën e duhur Kosovës. Kosova për momentin nuk është në pozitën më të mirë të mundshme të cilën duhet jetë.